jeni përballë në ato kohëna bashkë me motrën e juve, me forcat pushtuese serbe dhe keni psu nga ajo përballje dhe çush ja u shpjegoni gjeneratave të reja që nuk e kanë rri, nuk e kanë lexu sot. Kur edhe qoftë ajo edhe në fushat, kur dilni, nëse ka nevojë, a e kuptojnë, çush e ka prejardhjen Agimaliu si një veprimtar, si një politikan sot, si nuk është krejt ashtu si rastishëm që keni hinjë edhe në politikë edhe në gjitha këto që ai ka mri Kosovë deri sot. Sigurisht se për secilin që do të ishte protagonist i atyre ngjarjeve të viteve 90 dhe të fund shekullit të kaluar është pjesa më krenare, sepse na ka dhënë mundësia që të kontribuojmë për tokën tonë, për dheun tonë, dhe sigurisht se edhe ne ndjehemi krenar që sa të pak kemi kontribuar që procesi i lirisë dhe i shtetëdrejtimit të jetë edhe me kontributin tonë që gjithmonë duhet kuptuar si një borxh që kemi, si një detyrë që kemi, në mënyrë që të rejat e sotshme të mos e kenë barën, peshën e asaj sakrifice dhe të atij angazhimi që ne është dashur ta kemi. Tashmë sigurisht se ka një harë kohor që është kaluar dhe tashmë jemi në çerkshekullin e dytë, sepse kemi përfunduar një çerkshekulli të lirisë dhe ngadalë edhe të Republikës, në këtë rast të Shtetë-bërgës, edhe sigurisht se gjeneratat e reja paksa janë të shkëputura, por jo që nuk janë të njohur me atë që ne kemi kaluar, dhe mua më vjen mirë shumë që të rejat, të rritë tanë të Ferizajt, po të Republikës Kosovës, e çmojnë shumë lart angazhimin e secilës në luftën për liri dhe luftën për shtetëdrejtim, dhe sigurisht se kryevepra e kësaj lufte dhe këtij angazhimi është emblema e artë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe unë jam shumë i lumtur që të rejat të rritë e Ferizajt dhe të Republikës Kosovës në nivelin më të lartë të vlerësimit e kanë pra emblemën e artë ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe për ulën me respekt, dhe kjo është edhe vlerë për vetë të rejat të rritë që shohin po njëkohësisht edhe nderojnë sakrificën, sepse brenda kësaj embleme janë herojt tanë në krye me komandantin legjendar Adem Jashari, ku tashmë ditën e parë kishim edhe epopenë e Përkazit, epopenë e Jashareve, dhe sigurisht se të rritë qartazi e dinë në rrugtimin që e kemi ndjekur, dhe ishte rrugtim i gjatë i shumë gjeneratave, por që ishte fati jonë që ta përmbyllim këtë proces me 12 qershorin e pastaj edhe me 17 shkurtin. Sigurisht se sot jemi si shtam në çerkshekullin e dytë dhe më shumë na shohin dhe më shumë edhe presin për ne që të vazhdojmë suksesin në kohën që kërkon angazhimet e reja.